Në muajin prill të këtij viti huat e reja të dhënave total vlerësohen në 32.9 miliard lekë me një rënje prej 3.8% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kjo vlerë me ulët është nxitur kryesisht nga rënja e kredisë për bizneset dhe korporatat jo financiare private. Në muajin prill të vitit 2025, kredia e re dhënë për bizneset regjistrohet në 20.5 miliard lekë nga 24.8 miliard lekë në prill të vitit 2024. Rënja vlerësohet në pak më shumë se 4 miliard lekë ose 17.6%. Nëse analizojmë huan e dhënë të cilësuar sipas aktivitetit të tyre ekonomik, rezulton se vazhdojnë të dominojnë në marrjen e kredive tregtia me shumicë dhe pakicë që përfitoi 8.7 miliard lekë ose 17.2% më pak krahasuar me prillin e vitit kaluar, por ndjeshëm më shumë krahasuar me marsin e të njëjtit vit. Pesha e kredisë që shkon për tregtinë ndaj totalit të kredive të reja të dhëna për muajin prill vlerësohet në 43%. Në vendin e dytë dhe të tretë renditen ndërtimi dhe industria përpunuese me përkatësisht 4.36 miliard lekë dhe 2.53 miliard lekë kredi të re. Theksojmë se ndërtimi dhe industria përpunuese janë ndër sektorët që shfaqin rritje krahasuar me vitin e mëparshëm prej 25% dhe 45% respektivisht. Pesha që zon këto sektor ndaj totalit vlerësohet në 21.7% për ndërtimin dhe 12.5% për industrinë përpunuese, pra rreth 77% e kredisë totale u alokuar drejt këtyre tre sektorëve. Nga ana tjetër, sektorët që kanë marrë më pak kredi gjatë këtij muaji janë arsimi dhe aktivitetet profesionale, shkencore e teknike me 37 milion lekë dhe 60 milion lekë respektivisht. Këto sektor kanë marrë relativisht më pak kredi krahasuar me sektorët e tjerë, duke treguar një orientim më të ulët të tyre drejt investimeve me huamarrje. Nëse analizojmë shifrat në terma vjetor, vëmre se sektori që ka përjetuar rënien më të madhe është pikërisht arsimi, pasuar nga aktivitetet të tjera shërbimi.